Në gusht të vitit 1925, kur inspektorët e policisë sekrete greke hynë në dhomën e vogël të hotelit Makedonia në Selanik, ata gjetën diçka që nuk duhej të ekzistonte. Mbi tavolinën e përpunuar me dru ishin të shtrira 12 dosje të lidhura me fije liri të kuqe, secila me vulën e ngjyrosur rreptësisht konfidenciale të 3 shërbimeve të ndryshme sekrete. Brenda tyre, dokumente që lidhnin një konsullat jugoslave me transferta bankare në një kafene të Selanikut, korrespondencë të koduar mes Tiranës dhe Beogradit që përmendte një zgjidhje përfundimtare për një problem të përbashkët, dhe lista me emra agjentësh që lëviznin lirisht mes dy kryeqyteteve. Dosjet ishin aq sekrete sa as ambasadorët e vendeve përkatëse nuk duhet t'i kishin parë. Por menjëherë pas datës 13 gusht të po atij viti, këto prova u zhdukën pa lënë gjurmë nga arkivat greke. Kush i mori? Dhe më e rëndësishmja, çfarë fshinin këto letra që ishin aq të rrezikshme sa duhet të asgjësoheshin brenda 24 orëve? Letrat që flinin në atë dhomë hoteli i përkisnin një njeriu që kishte refuzuar çdo ofertë korruptive nga perandori, mbretër dhe diktator. Një njeriu që kishte lindur në pasurinë më të madhe të Ballkanit, por që vdiq duke numëruar monedat e fundit për të paguar një filxhan kafe. Një njeriu që 3 qeveri e deklaruan armik publik, por që asnjëherë nuk ngriti armë kundër popullit të tij. Emri i tij ishte Hasan Prishtina dhe historia e fundit e jetës së tij është gjëma e një komploti që lidh 3 kryeqytete, 4 shërbime sekrete dhe një vrasës që qelloi 5 herë njeriu që e kishte mbajtur me para. Hasan Prishtina nuk ishte thjesht një politikan. Ai ishte një fenomen që e trembte çdo kancelar në Ballkan. I lindur në një familje që zotëronte qindra mijëra hektar tokë mes Kosovës dhe Maqedonisë, ai kishte atë lloj pasurie që të jepte pavarësi absolute. Kur osmanët i ofruan poste të larta në perandori në këmbim të heshtjes për çështjen kombëtare, ai refuzoi. Kur serbët e thirrën në Beograd për të biseduar kompromise territoriale pas luftës së parë botërore, ai u përgjigj duke formuar Komitetin e Kosovës, një organizatë që nuk njihte asnjë kufi që ndante shqiptarët. Kur Ahmet Zogu, i sapo ardhur në pushtet përmes grushtit të shtetit të vitit 1921, i propozoi bashkëpunim politik, Prishtina i u përgjigj publikisht se nuk mund të bashkëpunojë me një njeri që hyn në pallat mbi kufoma. Kjo pavarësi e tij absolute e bënte të paprekshëm, por pikërisht kjo e shndërroi në shënjestër. Sepse në politikën ballkanike të viteve 20, një njeri i pavarur ishte më i rrezikshëm se një ushtri. Ai nuk kishte nevojë për asnjë qeveri. Çdo qeveri kishte nevojë që ai të heshte. Në dhjetor të vitit 1925, 2 javë pas kthimit triumfues të Ahmet Zogut në Tiranë me mbështetjen e trupave jugoslave, në Beograd u mbajt një takim i fshehtë që nuk u regjistrua askund në dokumentet zyrtare. Në të morën pjesë vetëm 3 persona, vetë Zogu, kryeministri jugoslav Nikola Pashiq dhe drejtori i policisë politike serbe. Asnjë stenograf nuk u ftua. Asnjë protokoll nuk u nënshkrua atë ditë. Por një muaj më vonë, ndodhi diçka e çuditshme. Qeveria jugoslave miratoi një ligj të jashtëzakonshëm që konfiskonte të gjitha pronat e armiqve të shtetit jugoslav, duke përmendur eksplicitisht emrin e Hasan Prishtinës. Në të njëjtën javë, qeveria e re e Ahmet Zogut në Tiranë bëri të njëjtën gjë, duke sekuestruar pronat që Prishtina zotëronte brenda kufive shqiptar. Koincidencë? Apo një sinkronizim i planifikuar me përpikëri? Një diplomat francez që punonte atë kohë në Beograd shkroi në ditarin e tij personal: "Është e rrallë të shohësh 2 qeveri që zyrtarisht janë në marrëdhënie të ftohta, të veprojnë me precizion kronometri për të goditur të njëjtin njeri. Kjo nuk është punë diplomatësh. Kjo është punë shërbimesh." Hasan Prishtina humbi gjithçka në atë dimër. Çifligjet që shtrireshin sa syt shinin në fushën e Kosovës, shtëpitë në Shkup, pronat bujqësore që i kishin trashëguar nga gjyshërit e tij. Por ajo që e tronditi më shumë nuk ishte humbja materiale. Ishte shpejtësia me të cilën sistemi u aktivizua kundër tij. Brenda 5 ditësh nga miratimi i ligjeve, administratorët e rinj ishin emëruar në të gjitha pronat e tij. Llogaritë bankare në Vjenë, ku ai mbante kursimet, u ngrin. Një kompani austriake ku kishte investuar paratë e fundit, papritur falimentoi. Dikush e dinte saktësisht ku të godiste. Dikush kishte studiuar çdo lëvizje financiare që ai kishte bërë në 5 vitet e fundit. Dhe ai dikush nuk ishte një njeri, por një rrjedh. Kur Prishtina u përpoq të ankojë te një bankier i vjetër miku në Prag, ky i fundit ju përgjigj me një letër të shkurtër: "Na vjen keq,
Por klientët që konsiderohen problematik nga qeveritë e Ballkanit nuk mund të shërbehen më nga institucionet tona. Jeni i lirë të kërkoni shërbime bankare diku tjetër. Diku tjetër. Por nuk kishte diku tjetër kur çdo derë mbyllej njëkohësisht. Në vitin 1927, Hasan Prishtina shkroi 15 memorandume të detajuara për lidhjen e kombeve në Gjenevë. Secili prej tyre ishte një dosje shkatëruese që dokumentonte masakrat që ndodhnin në Kosovë nën qeverisjen jugoslave. Ai kishte fotografi të fshatrave të djegura, dëshmi me shkrim të mbijetuesve, raporte mjekësore për gratë dhe fëmijët e torturuar nga forcat ushtarake serbe. Çdo memorandum ishte i dokumentuar me precizion ligjor, sepse Prishtina kishte studiuar të drejtën ndërkombëtare dhe e dinte se si të fliste gjuhën e diplomacisë perëndimore. Por çdo herë që një nga memorandumet e tij arrinte në Gjenevë, brenda 44 orëve, 2 letra të tjera arrinin në të njëjtin zyrë. Njëra nga qeveria jugoslave që e cilësonte Prishtinën si një terrorist dhe rebel që kërkon të destabilizojë një shtet antar të lidhjes së kombeve. Tjetra nga qeveria shqiptare, e nënshkruar personalisht nga ministri i jashtëm i Zogut, që deklaronte: Hasan Prishtina nuk përfaqëson shtetin shqiptar dhe çdo pretendim i tij është personal, jo zyrtar. Kjo ishte një përpjekje e orkestruar për të anuluar zërin e tij. Ajo që e bënte këtë sinkronizim më të tmerrshëm ishte fakti se përgjigjet vinin aq shpejt, sikur dikush i lexonte letrat e tij përpara se të arrinin në Gjenevë. A kishte një agjent brenda vetë lidhjes së kombeve? Apo letrat e tij po ndërpriteshin direkt nga zyrat postare? Në muajin prill të vitit 1929, Hasan Prishtina mori një ftesë për një takim diskret në një restorant elegant të Vjenës. Ftesa vinte nga një zyrtar italian që paraqitej si përfaqësues i interesave kulturore. Takimi zgjati 2 orë dhe gjatë gjithë kohës italiani foli në mënyrë të errët për mbështetje financiare për kauzën shqiptare dhe mundësi bashkëpunimi që mund të hapen nëse Prishtina pranonte të bashkërendonte aktivitetet e tij me miqt e vërtet të Shqipërisë. Në fund të darkës, kur Prishtina pyeti drejt për drejt se kush po financonte këtë ofertë, italiani buzëqeshi dhe tha: ka njerëz në Rom që e kuptojnë se Jugoslavia është armiku i përbashkët. Ne mund t'ju ndihmojmë, por duhet të jeni të hapur për bashkëpunim. Hasan Prishtina e falenderoi për darkën dhe nuk ju përgjigj më asnjë letre. Ai e kishte kuptuar lojën. Italia fashiste po e përdorte atë si kartë presioni kundër Beogradit. Ditën që Mussolini do të nënshkruante një pakt me Zogun, Prishtina do të bëhej i padobishëm. Dhe një njeri i padobishëm për shërbimet sekrete është një njeri i rrezikshëm për t'u lënë gjallë. 2 vjet më vonë, në nëntor të vitit 1928, pakti që Prishtina e kishte parashikuar u nënshkrua. Ahmet Zogu dhe Benito Mussolini vendosën marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Italisë mbi bazën e miqësisë së përjetshme dhe bashkëpunimit strategjik. Në janar të vitit 1928, Prishtina pranoi një vizitë në shtëpinë e tij të përkohshme në Paris nga një zyrtar i policisë politike italiane. Biseda ishte e shkurtër. Zyrtari i tha: "Shërbimi ynë ka marrë udhëzime të reja. Lëvizjet tuaja në territorin italian do të monitorohen nga tani e tutje. Për sigurinë tuaj, sigurisht." Prishtina e kuptoi menjëherë. Mbrojtja italiane ishte kthyer në survejim italian. Porta e fundit në Europë po i mbyllej ngadalë. Tani mbeteshin vetëm qytete të vogla, hotele të lira dhe miq të pakët që guxonin ende ta takonin. Dhe pikërisht në këtë kohë, një njeri me emrin Ibrahim Çelo u shfaq për herë të parë në jetën e Hasan Prishtinës. Çelo ishte një shqiptar i ri nga Resnja, i cili pretendonte se kishte ikur nga Shqipëria sepse nuk pranonte diktaturën e Zogut. Ai fliste me pasion për liri, për bashkimin kombëtar, për sakrificat që duheshin bërë. Ai u paraqit në takimet e emigracionit antizogist, ku Prishtina shpesh merrte pjesë. Fillimisht ishte vetëm një fytyrë në turm. Por me kalimin e muajve, Çelo filloi të ulej gjithnjë më afër tavolinës së Prishtinës në kafenet e Selanikut. Ai tregonte histori të dhimbshme për familjen e tij që vuante nën regjimin e Zogut. Ai kërkonte këshilla, ndihmë, orientim. Dhe Hasan Prishtina, që kishte kaluar jetën duke ndihmuar shqiptarët në nevojë, nuk dyshoi kurrë. Ai I jepte Çelos para përqira, I paguante vaktet, I prezantonte me njerëz të tjerë të besuar. Por ajo që Prishtina nuk e dinte ishte se Ibrahim Çelo kishte një detyrë tjetër.
Çdo mbrëmje, pas takimeve me Prishtinën, Qelo shkonte në një adresë të fshehtë në lagjen portuale të Selanikut. Aty, ai raportonte çdo bisedë, çdo emër të përmendur, çdo plan që Prishtina ndante. Dhe në atë adresë, dy burra prisnin raportin e tij. Njëri punonte për konsullatën jugoslave. Tjetri kishte pasaportë shqiptare dhe firmonte dokumentet me vulën e Ahmet Zogut. A e dinte Qelo se po shërbente dy zotërinj njëkohësisht? Apo ishte thjesht një mjet në dorën e një mekanizmi më të madh që e tejkalonte edhe atë? Muaji gusht i vitit 1933 ishte veçanërisht i nxehtë në Selanik. Hasan Prishtina po jetonte në një dhomë modeste në katin e dytë të hotelit Makedonia, një ndërtesë e vjetër me dyert që kërcëllonin dhe korridore që erësonin lagështirë. Ai kishte shitur të fundit nga stolitë e familjes disa muaj më parë për të dërguar para kryengritësve të Azem Galicës në Kosovë. Tani ai numëronte monedat për të paguar qiran javore dhe vaktet e thjeshta. Njeriu që dikur kishte ofruar të mbante me shpenzimet e tij një ushtri të tërë, tani ndryshonte rrugën nëse kafja në një vend kushtonte 5 dram më shumë se aty ku shkonte zakonisht. Por edhe në këtë varfëri, ai nuk ndaloi së shkruari. Çdo mëngjes, ai zgjohej në orën 6, hante bukë të thatë me çaj dhe shkruante letra. Letra për lidhjen e kombeve, letra për gazetar perëndimor, letra për organizatat e të drejtave të njeriut. Ai dinte se zëri i tij po dobësohej. Por ai nuk mund të pushonte. Sepse heshtja do të thot kapitullim dhe Hasan Prishtina nuk kishte mësuar kur të kapitulloj. Në ditën e 12 gusht, Ibrahim Qelo erdhi në dhomën e Prishtinës rreth orës 5 pasdite. Ai trokiti butë, siç bënte gjithmonë, dhe kur Prishtina hapi derën, Qelo buzëqeshi dhe tha, kam lajme të mira. Një mik nga Sofia tha se mund të na ndihmojë me financim për të shtypur broshura për Kosovën. Prishtina u gëzua. Ai ftoi Qelon të uleshin bashkë për të diskutuar detajet. Biseda zgjati rreth një ore. Në fund, Prishtina i tha, nesër në mëngjes, le të takohemi te kafeneja Aqi dhe të përfundojmë planin. Do të flas edhe me disa shok të tjerë. Qelo pranoi, u ngrit, e shtrëngoi dorën e Prishtinës dhe doli. Ajo ishte hera e fundit që Hasan Prishtina pa Ibrahim Qelon si një mik. Sepse të nesërmen në mëngjes, plumbat nuk vinë nga miqt. Ata vinë nga ekzekutorët. Ditën e 13 gusht të vitit 1933, Hasan Prishtina u zgjua në orën 5:30. Ai e fshiu fytyrën me ujë të ftohtë, vishesh me kostumin e tij të vetëm të mirë dhe doli nga hoteli rreth orës 8. Dielli tashmë po përvëllonte rrugët me kaldrëm të Selanikut. Ai ecte ngadalë, me dorën e djathtë në xhep, duke menduar për takimin që do të bënte. Ai nuk e dinte se prapa, në një distancë 30 metrash, Ibrahim Qelo po e ndiqte me dorën në xhepin ku mbante revolverin. Kur Prishtina arriti te kafeneja Aqi, ai u ul në tavolinën e zakonshme pranë dritares. Porositën një kafe të zezë. Qelo erdhi 5 minuta më vonë, u ul përballë dhe filloi të fliste për planet. Por syri i tij nuk ishte në fytyrën e Prishtinës. Ishte te rruga, duke pritur diçka. Dhe në orën 9:20, kur rruga u bë zbrazët për një çast, Qelo u ngrit pa pritur, nxori revolverin dhe qëlloi. Plumbi i parë e goditi Prishtinën në kraharor. Ai u përpoq të ngrihet, por plumbi i dytë e goditi në barë. Ai ra nga karrikja dhe u mbështet te muri. Qelo qëlloi edhe 2 herë. Pastaj, me një gjaktotësi që tronditi edhe dëshmitarët, ai u afrua te trupi që po dridhej në tokë dhe e qëlloi një herë të fundit në kokë. Plumbi i 5. Plumbi i ekzekutimit. Plumbi që provon se ky nuk ishte vrasje nga xhelozia apo gjakmarrja. Ky ishte një urdhër që vinte nga larg, i ekzekutuar me precizion profesional. Ibrahim Qelo u kap nga njerëz të rastit që po vrisnin në rrugë, sepse policia greke arriti 15 minuta më vonë. Shumë vonë për të shpëtuar Prishtinën. Shumë vonë për të penguar ekzekutimin. Por mjaft herët për të arrestuar ekzekutorin dhe për të kontrolluar narrativën. Kur lajmi mbërriti në Tiranë, qeveria e Ahmet Zogut nuk bëri asnjë deklaratë ngushëllimi. Shtypi urdharohet nga qeveria shqiptare e kaloi lajmin në faqen e 14, mes kronikave të vogla. Në Beograd, gazeta zyrtare Politika shkroi një artikull të shkurtër me titull, një ish rebel shqiptar vritet në Selanik. Asnjë detaj. Asnjë hetim. Asnjë pyetje.
heshtja zyrtare ishte aq e orkestruar sa edhe vetë heshtja fliste. Në dhomën ku Prishtina kishte jetuar javët e fundit, policia greke gjeti 12 dosje të lidhura me fije liri të kuqe. Brenda tyre, dokumente që lidhnin 3 konsulata, letra të kodifikuara, transferta bankare dhe lista me emra agjentësh që lëviznin lirisht mes kryeqyteteve ballkanike. Dosjet ishin aq të rrezikshme sa duhet të zhdukeshin. Dhe ato u zhdukën. Por para se të zhdukeshin, dikush I fotografoi. Dhe ato fotografi, që ruhen ende në arkiva private në Athinë, tregojnë një histori që qeverit nuk donin ta dëgjonin. Histori të një rjeti të përbashkët, të një plani të koordinuar, të një vdekjeje që u porosis nga 3 kancelari dhe u ekzekutua nga një njeri që po pinte kafe me viktimën e tij. Por kush ishte ai njeri vërtet? A ishte Ibrahim Çelo thjesht një mjet në dorën e të tjerëve? Apo ishte një agent I trajnuar që po luante një rol të dyfish, duke I shitur informacionet edhe Beogradit edhe Tiranës? Dhe nëse po, kush e drejtonte atë? Kush e pagoi? Dhe më e rëndësishmja, çfarë ndodhi me paratë që Çelo mori për ekzekutimin? Llogaritë e tij bankare, të zbuluara shumë vite më vonë nga historian grek, tregonin transferta të mëdha në dram dhe dinar jugoslav, të bëra një muaj para atentatit. Por kush I bëri ato transferta? Kush ishin njerëzit që I dhanë urdhrin? Dhe pse Çelo pranoi të ekzekutoj një njeri që e kishte ndihmuar, që e kishte mbajtur me para, që e kishte trajtuar si një shok bese? A ishte frika? A ishte lakmia? Apo ishte diçka më e thellë, një besnikëri ndaj një sistemi që e tejkalonte edhe lojalitetin personal? Këto janë pyetjet që qeveria greke nuk I bëri kurrë. Këto janë pyetjet që hetuesi grek, I cili mori rastin, I injoroi me kujdes. Dhe këto janë pyetjet që ne, sot, duhet t'i bëjmë prapë, sepse pa përgjigje, vdekja e Hasan Prishtinës mbetet thjesht një kronikë e zezë dhe jo ajo që është në të vërtetë, një krim shtetëror I koordinuar nga 3 kancelari të ndryshme. Në dimrin e vitit 1928, kur familja e Hasan Prishtinës u përpoq të transferoj paratë e fundit nga një bankë zvicerane, ata morën një përgjigje që I la të shtangur. Banka nuk tha jo. Ajo tha, nuk ekziston asnjë llogari me këtë emër në sistemin ton. Por Iqbaleja, bashkëshortja e Prishtinës, mbante ende dokumentin origjinal të hapjes së llogarisë, të nënshkruar me dorë nga vetë drejtori I degës së Zyrikut, datuar mars I vitit 1920. Ajo shkoi personalisht në Zvicër me të birin e saj më të madh, duke mbajtur certifikatën, numrin e llogarisë dhe madje edhe kopjen e depozitës së parë. Zyrtari I bankës I shikoi dokumentet me vëmendje, pastaj u largua për 15 minuta. Kur u kthye, fytyra e tij ishte e bardhë si letra. Ai tha vetëm, këto dokumente nuk përputhen me asnjë regjistër në arkivat tona. Ju këshilloj të mos insistoni më tej. Iqbaleja insistoi. Ajo kërkoi të fliste me drejtorin. I thanë se drejtori ishte në udhëtim. Ajo kërkoi të fliste me departamentin ligjor. I thanë se rasti ishte mbyllur. Ajo bërtiti në salonin e bankës, ju po na vjedhni paratë. Ku janë 50.000 frangat që burri im depozitoi këtu? 2 rojet e sigurisë e shoqëruan jashtë ndërtesës. Asnjë polic nuk u thirr. Asnjë hetim nuk u hap. Dhe kur djali I saj u përpoq të depozitonte një ankesë zyrtare te autoritetet zvicerane, letra e tij u kthye pas 2 muajsh me një shënim të shkurtër. Rasti nuk bie në jurisdiksionin ton. Si mund të mos binte në jurisdiksionin zviceran një bankë zvicerane? Përveç nëse dikush, shumë më lartë se ligji bankar, kishte vendosur që ajo llogari nuk duhej të ekzistonte më. Përveç nëse dikush kishte fshirë çdo gjurmë të saj nga sistemi. Dhe kush kishte atë lloj pushtet? Vetëm shërbimet sekrete që vepronin përtej kufive. Në një mbrëmje pranvere të vitit 1931, një gazetar francez me emrin Pierre Duval po pinte verë të kuqe në një kafene të vogël në lagjen latine të Parisit, kur një burr me kapel të ulët ju afrua dhe ju ul përballë pa ftesë. Burri foli me frëngjisht të përsosur, por me një theks që tradhtoi origjinën ballkanike. Ai I tha Duvalit, ju keni shkruar për Ballkanin. Ju keni dëgjuar për Hasan Prishtinën. A doni të dini përse ai nuk mund të botoj asgjë më në shtypin perëndimor? Duval, I kuriozuar, nxori bllokun e shënimeve. Burri vazhdoi, çdo herë që Prishtina dërgon një artikull për një gazetë në Paris, Londër apo Berlin, brenda 24 orëve, redaktori merr një telefonat nga Ministria e Jashtme.
ndonjëherë franceze, ndonjëherë britanike, ndonjëherë italiane. Mesazhi është gjithmonë i njëjtë: ky autor është një figurë kontroverse që nuk përfaqëson vendin e tij dhe që ka interesa politike radikale. Botimi i materialeve të tija mund të dëmtojë marrëdhëniet tona me aleat strategjik në Ballkan. Duval pyeti: cilët aleat? Burri buzëqeshi, Jugoslavia. Shqipëria e zogut. Edhe Italia tani. Të gjithë kanë interes që zëri i Prishtinës të mos dëgjohet. Dhe kur të gjithë kërkojnë të njëjtën gjë, gazetarët zbulojnë se patriotizmi redaksional është më i rëndësishëm se e vërteta. Duval shkroi shënime të shpejta dhe pyeti: pse po më tregoni këtë? Burri u ngrit nga karrikja dhe tha: sepse edhe unë jam bërë i pavlefshëm për ta. Dhe kur një agent bëhet i pavlefshëm, ai fillon të flasë. Pastaj doli në errësirë pa lënë emër. Duval kur nuk e botoi atë bisedë. Kur e pyetën më vonë pse, ai tha: sepse redaktori im ma bëri të qartë se disa histori janë shumë të vërteta për t'u botuar. Dhoma ku Hasan Prishtina jetoi muajt e fundit në Selanik ishte aq e vogël sa kur ai shtrihej në shtrat, këmbët i dilnin jashtë skajit. Muri ishte i njollosur nga lagështira dhe nga oxhaku që nuk ngrohte mjaftueshëm dimrin. Tavolina e vogël pranë dritares ishte e vetmja gjë që ai e kishte kërkuar shprehimisht nga pronari i hotelit: më duhet dritë për të shkruar. Çdo mëngjes ai ulej te ajo tavolinë dhe shkruante letra me një shkrim të imët, të rregullt, që tradhtonte disiplinën ushtarake të rinisë së tij. Por letrat nuk shkonin më aty ku ai dëshironte. Shumë prej tyre ktheheshin mbrapsht me vulën adresuar gabimisht ose marrësi i panjohur. Një ditë ai mori një zarf që e kishte dërguar vetë 2 javë më parë, por zarfi ishte hapur dhe mbyllur sërish dhe brenda gjeti vetëm fletën e parë të letrës. Faqet e tjera mungonin. Kjo nuk ishte humbje aksidentale. Kjo ishte një mesazh: ne po lexojmë çdo fjalë që ti shkruan. Ne vendosim çfarë arrin dhe çfarë nuk arrin. Ti nuk ke më kontroll mbi zërin tënd. Hasan Prishtina nuk u zemërua. Ai thjesht filloi të shkruaj 2 kopje të çdo letre dhe t'i dërgonte përmes rrugëve të ndryshme. Disa i besonte njerëzve që udhëtonin drejt Vienës. Disa i fshite në koperta që i adresonte të institucione kulturore, duke shpresuar se censura nuk do të kontrollonte korrespondencë jo politike. Por edhe kjo nuk funksionoi. Sepse çdo rrugë ishte nën vëzhgim. Çdo person që shkonte ta takonte, ndiqej. Çdo kafene ku ai ulej, vizitohej të nesërmen nga njerëz me pyetje. Rrjeti ishte shtrënguar aq shumë sa ajri po i mungonte. Në muajin maj të vitit 1932, Iqbaleja, bashkëshortja e Hasan Prishtinës, u përpoq të udhëtoi nga Vjena drejt Selanikut për ta parë burrin. Ajo kishte marrë vizën greke, kishte bler biletën e trenit dhe kishte përgatitur edhe dhurata të vogla për t'ia çuar. Por kur arriti në stacionin kufitar mes Jugosllavisë dhe Greqisë, një oficer policie e ndaloi dhe i tha se dokumentet e saj nuk ishin në rregull. Ajo protestoi: kam vizën. Ja, e shihni vetë. Oficeri i hodhi një sy vizës, pastaj e vështroi atë me një shprehje që Iqbaleja nuk e harroi kurrë. Ai tha: viza juaj është e vlefshme, por emri juaj është në një listë të veçantë. Ju lutemi, kthehuni nga keni ardhur. Ajo pyeti: çfarë liste? Oficeri nuk u përgjigj. 2 oficerë të tjerë erdhën dhe e shoqëruan në trenin e kthimit. Ajo nuk u la të telefononte dikë. Ajo nuk u la të dërgonte asnjë telegram. Ajo u vendos në një vagon të zbrazët dhe u mbikëqyr deri në Vjenë. Kur arriti në shtëpi, ajo qau për orë të tëra. Djali i saj më i madh, që kishte vetëm 16 vjeç, e pyeti: nën, pse nuk lejojnë askënd t'i afrohet babait? Ajo nuk kishte përgjigje. Sepse si mund t'i shpjegojë një djali 16 vjeçar se babai i tij ishte shndërruar në një njeri që qeverit donin ta shihnin të vdekur vetëm, të braktisur dhe të harruar? Në vitin 1933, një diplomat britanik që punonte në Selanik e takoi Hasan Prishtinën rastësisht në një dyqan librash. Ata biseduan për 15 minuta për letërsinë evropiane dhe për politikën ndërkombëtare. Diplomati, i goditur nga inteligjenca dhe qetësia e Prishtinës, e ftoi për një çaj në rezidencën britanike. Prishtina pranoi. Biseda zgjati 2 orë dhe ishte aq e thellë sa diplomati, në ditarin e tij personal, shkroi: takova një nga mendjet më të mprehtë që kam njohur ndonjëherë. Si është e mundur që ky njeri të jetë i izoluar plotësisht nga bota perëndimore?
2 ditë më vonë, diplomati mori një letër konfidenciale nga Ministria e Jashtme Britanike në Londër. Letra ishte e shkurtër dhe e prerë, ju këshillohet të shmangni kontaktet e mëtejshme me individ që janë nën vëzhgim të shërbimeve të vendeve mike. Kontaktet e tilla mund të krijojnë vështirësi diplomatike. Asnjë emër nuk përmendej, por diplomati e kuptoi menjëherë për kë flitej. Ai shkroi në ditarin e tij atë mbrëmje, kështu vdesin njerëzit e vërtet. Jo nga plumbat, por nga heshtja e organizuar e botës që pretendon se beson në drejtësi. Ai nuk e pa më kur Hasan Prishtinën. Dhe kur mësoi për vrasjen, ai shkroi një letër private drejtuar një miku të tij gazetar, ku thoshte: "Nuk besoj në teoria konspirative. Por kjo vdekje është aq e përshtatshme për aq shumë njerëz, sa edhe heshtja ime bëhet pjesë e konspiracionit." Në muajin qershor të vitit 1933, vetëm 2 muaj para vrasjes, Hasan Prishtina shkroi letrën e tij më të fundit të gjatë drejtuar lidhjes së kombeve. Letra ishte 30 faqe, e shkruar me dorë, e mbushur me fakte, data, emra dhe dëshmi. Ajo fillonte me fjalët: "Unë jam një njeri që po vdes ngadalë, jo nga sëmundja, por nga indiferenca e botës që pretendon se mbron të vegjëlit." Pastaj vijonte me një kronik shkatëruese të asaj që po ndodhte në Kosovë: fshatrat e djegura, gratë e dhunuara, fëmijët e vrarë, pronat e konfiskuara, njerëzit e zhdukur. Në fund të letrës, ai shkruante: "Nëse kjo letër nuk merr përgjigje, do të kuptoj se drejtësia ndërkombëtare është vetëm një fjalë që përdoret për të mbuluar heshtjen. Dhe nëse unë vdes pa parë drejtësi, të paktën le të dihet se kam bërtitur deri në fund." Letra arriti në Gjenevë në fillim të korrikut. Një sekretare e regjistroi në regjistrin zyrtar me numrin e protokollit. Por letra nuk ju dërgua asnjë komisioni. Ajo u vendos në një dosje të shënuar për rishikim të mëvonshëm. Dhe aty mbet edhe sot, e pahapur, në arkivat e Kombeve të Bashkuara në Gjenevë. Çfarë do të kishte ndodhur sikur dikush ta kishte lexuar? Çfarë do të kishte ndodhur sikur komisioni ndërkombëtar ta kishte marrë seriozisht? A do të kishte Hasan Prishtina jetuar më gjatë? Apo vdekja e tij ishte vendosur pavarësisht nga çdo gjë që ai shkruante? Një javë para vrasjes, Hasan Prishtina shkroi një letër private drejtuar një miku të vjetër në Stamboll. Letra nuk fliste për politikë. Ajo fliste për lodhjen. "Ndonjëherë ndihem sikur po luftoj kundër erës. Çdo ditë që zgjohem, shpresoj se do të ndodhë diçka që do të ndryshojë gjithçka. Por çdo ditë mbaron njësoj. Parat po mbarojnë. Miqt po largohen. Edhe shpresa po hollohet. Por nuk mund të ndaloj. Sepse nëse ndaloj unë, kush do të vazhdoj?" Miku e mori letrën 10 ditë pas vrasjes dhe qau kur e lexoi. Ai e ruajti atë për 50 vjet dhe kur vdiq, e la në testament që letra të dërgohej në një arkiv historike. Sot, ajo letër është një nga dokumentet më të dhimbshme që kemi për gjendjen mendore të Hasan Prishtinës në ditët e fundit. Sepse ajo tregon diçka që historia zyrtare nuk e tregon, se Prishtina nuk ishte një hero i palëkundur. Ai ishte një njeri që po thyej ngadalë në peshën e vetmisë, të varfërisë dhe të heshtjes. Dhe megjithatë, ai vazhdoi. Jo sepse besonte se do të fitonte, por sepse nuk dinte të bëj asgjë tjetër. Ibrahim Çelo nuk ishte thjesht një ekzekutor. Ai ishte një projekt. Në vitin 1931, kur ai u shfaq për herë të parë në qarqet e emigracionit antizogist, askush nuk e njihte. Ai pretendonte se kishte ikur nga Shqipëria për shkaqe politike, por nuk kishte asnjë dëshmi që e lidhte me asnjë lëvizje opozitare të njohur. Ai nuk kishte miq të përbashkët me askën. Ai nuk kishte histori personale që mund të verifikojë. Ishte sikur të kishte lindur në momentin që hyri në atë dhomë. Dhe megjithatë, ai fitoi besimin e njerëzve shpejt. Sepse ai dinte saktësisht çfarë të thoshte, si ta thoshte dhe kujt t'ia thoshte. Ai fliste për vuajtjet e popullit nën zogun, por gjithmonë në një mënyrë që nxiste emocione pa ofruar fakte konkrete. Ai pyeste pyetje që dukeshin të pafajshme, por që në të vërtetë mblidhnin informacion. Kush janë njerëzit që mbështesin Prishtinën financiarisht? Ku janë takimet tuaja? Kush janë kontaktet tuaja në Evropë? Dhe ngadalë, Ibrahim Çelo u bë një figurë e pranishme në jetën e Hasan Prishtinës. Ai ishte gjithmonë aty kur diskutoheshin plane të rëndësishme. Ai ishte gjithmonë aty kur vinin vizitorë të rinj. Dhe ai ishte gjithmonë aty kur Prishtina fliste për çështjet më të ndjeshme. Por kush e dërgoi Çelon?
Kush e trajnoi? Dhe kush e pagoi? Këto janë pyetjet që hetimi grek i vitit 1933 nuk i bëri asnjëherë seriozisht. Gjykata greke e dënoi Ibrahim Çelon me 20 vjet burgim për vrasje të paramenduar. Por pas vetëm 5 vjetësh, ai u lirua me arsyetimin se kishte treguar sjellje të mirë në burg. Kush ndërhyri për lirimin e tij? Cilat lloj presionesh u ushtruan mbi autoritetet greke? Dhe ku shkoi Çelo pas lirimit? Disa burime thonë se ai u kthye në Shqipëri dhe jetoi aty deri në vitet e 60-ta. Të tjerë thonë se ai shkoi në Jugosllavi dhe punoi për shërbimin sekret jugoslav. Të tjerë ende thonë se ai u zhduk plotësisht dhe ndërroi identitet. Por çfarëdo që të ketë ndodhur me të, një gjë është e qartë, Ibrahim Çelo nuk ishte një njeri i thjeshtë që veproi nga impulsi. Ai ishte një mjet i ndërtuar me kujdes, i vendosur në vendin e duhur, në kohën e duhur, për të kryer një detyrë që 3 qeveri e donin të kryer. Dhe ai e kreu atë detyrë me një gjaktotësi që flet për trajnim profesional. Në ditën e vrasjes, pasi policia greke e arrestoi Ibrahim Çelon, ata e çuan në komisariat dhe e pyetën: "Pse e vrave?" Çelo, sipas raportit zyrtar të policisë, u përgjigj, sepse ai ishte një tradhtar që po përpiqej t'i ashiste Shqipërinë bullgarëve. Kjo ishte një gënjeshtër e qartë, sepse Hasan Prishtina nuk kishte asnjë lidhje me Bullgarinë dhe askush në Selanik nuk e besoi atë version. Por kjo gënjeshtër nuk ishte improvizim i Ibrahim Çelos. Ajo ishte një rrëfim i përgatitur paraprakisht, një alibi i dizajnuar për të shpëtuar motivin e vërtet. Sepse sikur Çelo të kishte thënë të vërtetën, më dhan urdhër ta vras sepse qeveritë e Beogradit dhe Tiranës e donin të vdekur, atëherë do të hapej një hetim ndërkombëtar që do të tronditnin fondacionet e 3 regjimeve. Prandaj, historia e tradhtarit që po i shiste vendin bullgarëve ishte më e përshtatshme. Ishte një versions që mund të mbyllte rastin shpejt. Dhe pikërisht kështu ndodhi. Gjykata greke e gjykoi Çelon për vrasje nga xhelozia politike, e dënoi dhe e harroi. Asnjë hetim më i thellë nuk u bë për lidhjet e tij. Asnjë pyetje nuk u bë për burimin e parave që ai kishte në xhep. Asnjë hetim nuk u bë për takimet e tij me zyrtar të konsullatave. Sepse ato pyetje do të kishin çuar te përgjigjet që askush nuk donte t'i dëgjonte. Dhe çfarë ndodhi me dosjet që policia greke gjeti në dhomën e Hasan Prishtinës? Ato 12 dosje të lidhura me fije liri të kuqe, plot dokumente të vuluar konfidenciale? Një oficer policie grek që do të jepte dëshmi shumë vite më vonë në një intervistë private, tha: "Unë pash ato dosje." Ishte si një hartë e plot e një rjeti sekret që lidhte Beogradin, Tiranën dhe agent që lëviznin lirisht mes 2 vendeve. Ishte prova më e qartë e një bashkëpunimi të fshehtë mes 2 qeverive për të eliminuar një njeri. Por më urdhëruan t'i dorëzoja dosjet të një zyrtar më i lartë. Kur pyeta çfarë do të bëhej me to, ai më tha: "Kjo nuk të përket ty." Të nesërmen, dosjet nuk ishin më në arkivin e policisë. Dhe kur pyeta ku ishin, më thanë se nuk kishin ekzistuar kurrë. Kjo është historia e vërtetë e asaj nate. Jo vjedhja e dosjeve. Por fshirja e tyre nga sistemi, sikur të mos kishin qenë kurrë. Dhe kur fshihen prova që mund të ndryshojnë historinë, atëherë historia shkruhet nga ata që mbajnë kontroll mbi errësirën. Por a kishte Hasan Prishtina ndonjë dyshim se jeta e tij ishte në rrezik? A e dinte ai se rrjeti po i ngushtohej? Letra që ai i shkroi bashkëshortes një muaj para vrasjes përmban një paragraf që tregon se ai e ndjente fundin. Ndonjëherë ndihem se më ndjekin. Nuk janë njerëz specifik. Është një ndjenjë. Një vështrim i shpejt në rrugë. Një bisedë që ndalet kur afrohem. Një njeri që ndryshon rrugën kur më sheh. Nuk mund ta provoj. Por e ndjej. Dhe nëse diçka më ndodh, dua që ti dhe fëmijët të dini se unë nuk e kisha frikën. Sepse frika do të thoshte heshtje. Dhe unë nuk mësova kur të heshtja. Iqballeja e lexoi këtë letër pas vdekjes së burrit dhe e ruajti si relikje. Ajo nuk foli kur publikisht për të, sepse frika që e kishte kapluar burrin, tani e kishte kapluar edhe atë. Frika se edhe një fjalë e gabuar, edhe një letër e parë nga njerëzit e gabuar, mund t'i sillte të njëjtën fat edhe familjes. A mund të kishte Hasan Prishtina shpëtuar? A kishte ndonjë moment kur ai mund të kishte ikur, të kishte heshtur, të kishte pranuar një marrëveshje që do t'i garantonte sigurinë? Po. Kishte pasur disa oferta të tilla.
Në vitin 1927, një emisar i qeverisë italiane i ofroi azil të plot në Itali, në këmbim të nënshkrimit të një deklarate ku Prishtina do të pranonte se nuk kishte më pretendime politike dhe se mbështeste stabilitetin në Ballkan. Prishtina refuzoi. Në vitin 1930, një ish shok i vjetër nga Stambolli, që kishte lidhje me qarqet jugoslave, i tha: "Nëse pranon të mos flasësh më për Kosovën, mund të kesh çdo gjë që do, para, pasuri, siguri. Vetëm hesht." Prishtina ju përgjigj: "Nëse hesht, atëherë çfarë jam unë? Një njeri pa fjalë është një njeri i vdekur." Dhe kështu, ai zgjodhi të mbetej njeri i gjallë edhe në varfëri, edhe në vetmi, edhe në rrezik. Sepse për të, heshtja ishte vdekje. Dhe vdekja me zë ishte më fisnike se jeta me heshtje. Pra, kur tri qeveri bashkuan forcat për ta izoluar, për ta varfëruar, për ta heshtur, ata nuk ishin duke luftuar thjesht një politikan. Ata ishin duke luftuar një ide, idenë se një njeri vetëm mund të refuzojë të shes territorin, pavarësinë dhe nderin e popullit të tij. Dhe kjo ide ishte aq e rrezikshme për ta, sa duhej të shuhej plotësisht. Jo vetëm Hasan Prishtina si individ, por edhe memoria për atë që ai përfaqësonte. Prandaj, pas vrasjes, qeveria e Zogut ndaloi përmendjen e emrit të tij në shtyp. Qeveria jugoslave e fshiu nga çdo dokument zyrtar. Dhe bota perëndimore, që pretendonte se mbante barën e drejtësisë, thjesht ktheu kokën nga ana tjetër. Sepse kur drejtësia bëhet e pakëndshme për fuqitë e mëdha, ajo quhet çështje e brendshme dhe harrohet. Por ka një pyetje që mbetet pa përgjigje. Kush dha urdhrin final? A ishte Ahmet Zogu që thiri një agjent dhe tha: "Bëjeni"? A ishte Nikola Pashiq që dërgoi një telegram të fshehtë: "Momenti ka ardhur"? A ishte një zyrtar italian që thiri Ibrahim Çelon dhe i tha: "Do të shpërblehesh mirë"? Apo ishte një takim i fshehtë mes tri përfaqësuesve, ku askush nuk tha asgjë drejt për drejt, por ku të gjithë kuptuan se çfarë duhej bërë? Kjo është pyetja që historia nuk mund ta përgjigjet plotësisht. Sepse urdhri i ekzekutimit të një njeriu nuk lë gjurmë në dokumente zyrtare. Ai lë gjurmë vetëm në heshtjen që vjen pas vdekjes. Dhe ajo heshtje absolute e tri qeverive pas datës 13 gusht 1933, është prova më e fortë se ata të tre ishin bashkë në këtë krim. Në arkivat e Shërbimit Sekret Mbretëror Jugoslav, që u hapën pjesërisht në vitet e 90-ta, ekziston një dosje e koduar me numrin Kosliq 43. Brenda saj, 56 faqe të daktilografuara përmbanin raporte të detajuara për lëvizjet e Hasan Prishtinës mes viteve 1927 dhe 1933. Çdo rrugë që ai ndoqi, çdo hotel ku fjet, çdo person që takoi, çdo letër që dërgoi, ishin regjistruar me precizion të frikshëm. Por ajo që tremb më shumë nuk janë vetëm raportet jugoslave. Në fund të dosjes ekziston një faqe me titullin Koordinim me palët e tjera të interesuara. Aty përmenden 3 takime të fshehta mes agjentëve jugoslav, shqiptar dhe italian, të mbajtura në Vjenë, Triest dhe Sofje. Asnjë takim nuk u regjistrua zyrtarisht. Asnjë protokoll nuk u nënshkrua. Por çdo takim ka një datë dhe një shënim të shkurtër, marrëveshje e arritur për neutralizimin e subjektit. Neutralizim. Jo arrest. Jo gjykim. Neutralizim. Kjo është gjua e shërbimeve sekrete kur flasin për vdekje. Dhe kur tri shërbime të ndryshme përdorin të njëjtën fjalë për të njëjtin njeri, kjo nuk është më një rast i izoluar. Kjo është një ekzekutim i koordinuar. Por ajo që ngre pyetjen më shqetësuese është kjo: si arriti Hasan Prishtina, që jetonte i shkëputur nga çdo rrjet pushtetesh, të bëhej kërcënim aq i madh sa kërkoi koordinim ndërkombëtar për ta heshtur? Përgjigjja qëndron jo në atë që ai bëri, por në atë që ai refuzoi të bënte. Ai refuzoi të heshte për Kosovën. Dhe në një botë ku territori negociohet në dhoma të mbyllura mes njerëzve që nuk i përkasin atij territori, zëri një njeriu të pakorruptuar është më i rrezikshëm se çdo ushtri. Hasan Prishtina ishte 52 vjeç kur vdiq. Por trupi i tij dukej 20 vjet më i vjetër. Fotografitë e fundit që mbeten prej tij, të bëra në pranverën e vitit 1933, tregojnë një njeri që po konsumohet nga brenda. Flokët që dikur ishin krejtësisht të zinj, tani ishin bërë plotësisht të bardhë. Fytyra që dikur mbante një shprehje madhështore dhe të vendosur, tani ishte e shtrëmbëruar nga lodhja kronike.
Sytë që dikur shkëlqenin me inteligjencë dhe vendosmëri, tani dukenin të thellë, të errët, si sytë e një njeriu që nuk ka fjetur mirë për vite. Duart i dridheshin kur shkruante. Shpina e tij ishte përkulur. Ecte ngadalë, me hapa të kujdesshëm, si dikush që kishte harruar se si të besonte tokën nën këmbë. Miqtë që e pan në ato muaj e përshkruanin me fjalë që përsëriten në të gjitha dëshmitë, dukej sikur po vdiste para syve tanë. Por çfarë e vrau Hasan Prishtinën përpara se Ibrahim Çelo të nxirrte revolverin? Nuk ishte sëmundja fizike. Ishte shkatërimi sistematik i çdo mundësie për të jetuar me dinjitet. Ishte varfëria e imponuar. Ishte izolimi i orkestruar. Ishte heshtja e botës që ai kishte besuar se do ta dëgjonte. Trupi i njeriut nuk mban peshën e padrejtësisë absolute. Dhe kur çdo ditë zgjohesh duke ditur se çdo përpjekje jote do të bllokohet, çdo fjalë jote do të injorohet, çdo shpresë jote do të thyet, atëherë organizmi fillon të mbyllet. Jo nga dëshira për të vdekur, por nga lodhja e të jetuarit kundër një sistemi që ka vendosur që ti nuk duhet të ekzistosh. Në shkurt të vitit 1933, Hasan Prishtina shkoi te një mjek grek në Selanik për një kontroll rutin. Mjeku, një burr i moshuar me emrin Konstantinos Papas, e pyeti, kur keni ngrënë për herë të fundit një vakt të plotë? Prishtina u përpoq të përgjigjej, por nuk mundi të kujtonte. Mjeku e peshoi dhe zbuloi se ai kishte humbur 22 kg në 2 vjet. E mati presionin e gjakut dhe zbuloi se ishte rënë në nivele të rrezikshme. I kontrolloi zemrën dhe dëgjoi ritme jo të rregullta. I tha, ju duhet të pushoni. Ju duhet të hani mirë. Ju duhet të largoheni nga stresi. Hasan Prishtina buzëqeshi dhe tha, mjeku, unë jetoj në një dhomë që kushton 5 dram në javë. Unë ha një herë në ditë, ndonjëherë jo fare. Dhe unë nuk mund të largohem nga stresi, sepse stresi është gjendja e jetës sime. Por faleminderit që më thatë të vërtetën. Mjeku e rrëfeu këtë bisedë vite më vonë, kur u pyet nga një historian dhe tha, unë nuk e dija se kush ishte ai njeri në atë kohë. Por kur nuk e harrova shprehjen në sytë e tij. Ai e dinte se po vdiste. Dhe kishte pranuar atë me një qetësi që më tronditi. Kjo është fiziologjia e pushtetit të humbur. Kur trupi ndjek mendjen dhe mendja ka kuptuar se bota ka vendosur që ti nuk ke më vend në të, atëherë çdo qelisë e trupit fillon të nënshtrohet. Dhe kjo nuk është metaforë. Kjo është mjekësi. Në arkivat greke të Ministrisë së Brendshme, që u deklasifikuan pjesërisht në vitin 2010, ekziston një raport i shkruar nga Shërbimi i Inteligjencës greke në qershor të vitit 1933, 2 muaj para vrasjes. Raporti përmban një paragraf që flet për monitorimin e subjektit të njohur si Hasan Prishtina. Aty thuhet, subjekti është në mbikëqyrje të përbashkët të 3 shërbimeve të huaja. Koordinimi është optimal. Çdo lëvizje e tij raportohet brenda 24 orëve. Vizitorët e tij identifikohen dhe verifikohen. Kontaktet e tij me institucionet ndërkombëtare janë bllokuar në burim. Ky paragraf konfirmon atë që shumë e kanë dyshuar, por pak e kanë provuar, se ekzistonte një koordinim aktiv dhe sistematik mes 3 shërbimeve sekrete për ta izoluar Hasan Prishtinën. Por ajo që raporti nuk e thot drejt për drejt është kjo, çfarë do të ndodhte nëse neutralizimi dështonte? Çfarë do të ndodhte nëse Prishtina arrinte të linte shënime të mjaftueshme, të publikonte dokumente të mjaftueshme, të arrinte të dëgjohej nga organizma ndërkombëtare? Përgjigjja është e qartë. Ai do të hapte një rast që do t'i detyronte lidhjen e kombeve të hetonte krimet në Kosovë. Dhe nëse Kosova do të hetohej, atëherë do të zbulohej se Serbia kishte shkelur çdo paragraf të traktateve të Versajës. Dhe nëse Serbia do të dënohej, atëherë qeveritë perëndimore që e kishin mbështetur Jugosllavinë si faktor stabiliteti, do të duhej të pranonin se kishin mbyllur syt para gjenocidit. Prandaj, Hasan Prishtina nuk duhej vetëm të heshte. Ai duhej të zhdukej. Në fund të korrikut të vitit 1933, një gazetar italian me emrin Giuseppe Marini, që punonte për një gazetë të vogël antifashiste në Milano, mori një letër anonime. Letra ishte shkruar në italisht, por me një stil që tradhtonte origjinën ballkanike. Ajo thoshte, nëse doni një histori që do t'ju kushtoj karrierën, por do t'ju bëj të pavdekshëm, shkoni në Selanik dhe gjeni një njeri me emrin Hasan Prishtina. Ai po vdes ngadalë dhe askush nuk po dëgjon. Kur ai të vdes, historia do të varroset me të.
por nëse shkoni tani, ndoshta mund të shpëtoni të paktën të vërtetën. Marini mendoi për 2 ditë, pastaj vendosi të shkonte. Ai arriti në Selanik në fillim të gushtit. Ai pyeti në disa hotele dhe kafene për Hasan Prishtinën. Njerëzit ja dinin emrin, por askush nuk donte të fliste. Disa thoshin, ai është një njeri i rrezikshëm, largohuni. Të tjerë thoshin, nëse po e kërkoni atë, do të keni probleme. Një kamarier plak në një kafene pranë portit i tha në shqip të thyeshme, shko shtëpi, djali im. Ka njerëz që nuk duhen takuar nëse do të jetosh gjallë. Marini e kuptoi se diçka ishte seriozisht e gabuar. Ai shkroi në ditarin e tij atë mbrëmje, kam ardhur në një qytet ku emri i një njeriu shkakton frikë. Jo sepse ai është i fuqishëm, por sepse dikush tjetër ka vendosur se ai është i rrezikshëm. Ai nuk arriti ta takonte Hasan Prishtinën. Sepse në ditën e 13 gusht, ndërsa Marini ishte duke u përgatitur të shkonte te hoteli Makedonia, ai dëgjoi të shtëna. Kur arriti te kafeneja, aqi, pamja që pa e la pa fjalë. Një trup i shtrirë në tokë. Një pellë gjaku. Dhe një turm që qëndronte në heshtje, sikur kishte parë diçka që nuk guxonte ta komentonte. Giuseppe Marini u kthye në Milano pas 3 ditësh. Ai shkroi një artikull të gjatë për gazetën e tij, ku përmblodhi çdo gjë që kishte parë dhe dëgjuar në Selanik. Artikulli u botua në faqen e parë me titullin Vrasja e një zëri që Europa nuk deshi ta dëgjojë. Një ditë pas botimit, gazetës iu kërkua nga autoritetet italiane të tërhiqte artikullin për arsye të sigurisë kombëtare. Redaktori refuzoi. Brenda një jave, gazetës iu mbyll leja e botimit. Giuseppe Marini humbi punën. Ai u përpoq të botonte artikullin në gazeta të tjera. Asnjë nuk e pranoi. Ai u përpoq ta botonte si broshur të pavarur. Shtypshkronjat refuzuan ta shtypnin. Në fund, ai e ruajti artikullin në një dosje personale dhe kur vdiq në vitin 1962, familja e tij e dha atë në arkivat e Universitetit të Bolonjës. Sot, ai artikull ekziston, por askush nuk e lexon. Sepse historia që gazetari u përpoq të tregonte është një histori që sistemi nuk e donte të dëgjojë. As në vitin 1933. As sot. Por le të kthehemi te Ibrahim Çelo. Në muajin maj të vitit 1933, 3 muaj para vrasjes, llogaritë bankare të Çelos në një bankë të vogël në Selanik tregonin një depozit të papritur prej 4.000 dramësh. Shuma ishte e barabartë me rrogën vjetore të një punëtori mesatar në Greqi. Çelo nuk kishte punë zyrtare. Ai jetonte me ndihmën e miqve, siç thoshte vetë. Nga erdhi kjo shumë? Pas arrestimit, policia greke kontrolloi llogaritë dhe zbuloi se transferta ishte bërë nga një llogari e regjistruar me emrin e një kompanie tregtare me bazë në Beograd. Kur autoritetet greke u përpoqën të verifikonin ekzistencën e kësaj kompanie, ata zbuluan se ajo kishte qenë aktive vetëm për 6 muaj dhe ishte mbyllur 2 javë pas vrasjes së Prishtinës. Askush nuk mundi të gjente emrat e pronarëve real. Askush nuk mundi të gjurmonte burimin e parave. Por një detektiv grek që po punonte në rast, shkroi një raport konfidencial ku thoshte, kjo nuk është një kompani tregtare. Kjo është një strukturë krimi që përdoret për të pastruar para të shërbimeve sekrete. Raporti nuk u mor seriozisht. Rasti u mbyll. Dhe Ibrahim Çelo nuk u pyet asnjëherë nga ku I kishte marrë paratë. Sepse nëse ai do të ishte pyetur, atëherë do të duhej të përgjigjej. Dhe nëse ai do të përgjigjej, atëherë do të duhej të emëronte emra. Dhe emrat që ai do të emëronte ishin emra që askush nuk donte t'i dëgjonte. Natën para vrasjes, Hasan Prishtina shkroi në ditarin e tij personal, që u gjet nga policia greke dhe që u kthye te familja e tij vite më vonë. Fjalia e fundit që ai shkroi ishte kjo: jam lodhur, por nuk mund të pushoj. Kam frikë, por nuk mund të iki. Kam humbur pothuajse gjithçka, por nuk mund të hesh. Sepse nëse hesh, atëherë çfarë kuptim ka pasur gjithë kjo vuajtje? Kjo është një nga fjalitë më të dhimbshme që ka lënë ndonjë njeri politik në historinë shqiptare. Sepse ajo tregon se Hasan Prishtina e dinte se fundi po afrohej. Ai e ndjente errësirën që po I ngushtohej. Ai e kuptonte se dikush po merrte vendimin final për fatin e tij. Por megjithatë, ai zgjodhi të vazhdonte. Jo sepse besonte se do të fitonte, por sepse heshja do të kishte qenë kapitulli përfundimtar.
Dhe ai nuk kishte jetuar një jetë të tërë duke u përballur me perandori, mbretër dhe diktator, vetëm për t'u dorëzuar në fund. Kur trupi i Hasan Prishtinës u transportua në morgun e Selanikut, mjeku ligjor që bëri autopsin, një grek me emrin Theodoros Stavridis, shkroi në raportin zyrtar: viktima ka 5 plag me armë zjarri, 4 në trup dhe 1 në kokë. Plaga në kokë është dhënë nga afër, në distancë jo më shumë se 30 cm. Kjo tregon se ky është një ekzekutim i planifikuar, jo një vrasje impulsive. Por ky raport nuk u prezantua asnjëherë në gjykatën që gjykoi Ibrahim Çelon. Avokati mbrojtës i Çelos paraqiti një version alternativ, ku thuhet se Prishtina kishte sulmuar Çelon dhe se ky i fundit kishte vepruar në mbrojtje të vetes. Gjykata e pranoi këtë version pa pyetur mjekun ligjor, pa pyetur dëshmitarët që kishin parë se si Çelo qelloi me gjakthotësi ndërsa Prishtina ishte ulur duke pirë kafe. Pa pyetur askënd që kishte parë plumbin e pestë, plumbin që u qellua në kokën e një trupi që tashmë ishte i pajetë. Sepse nëse gjykata do të kishte bërë këto pyetje, atëherë do të duhej të përfundonte se ky nuk ishte një akt i vetëm nga një person i zemëruar. Ky ishte një ekzekutim i urdhëruar, i financuar dhe i mbrojtur nga struktura që ishin shumë më të mëdha se një gjykatë greke. Pas vrasjes, qeveria e Ahmet Zogut nuk e lejoi familjen e Hasan Prishtinës të merrte trupin për ta varrosur në Shqipëri. Ata thanë se është çështje greke dhe nuk bie nën jurisdiksionin shqiptar. Familja u përpoq të ankohet te lidhja e kombeve. Ankesa u refuzua me shënimin, rasti nuk paraqet shqetësim ndërkombëtar. Familja u përpoq të fusë lëndë gjyqësore kundër shtetit grek për mosbatim të hetimit. Gjykata greke e hodhi poshtë për mungesë kompetence. Në fund, trupi i Hasan Prishtinës u varros në një varrezë publike në Selanik, në një vend pa emër. Për 20 vjet, askush nuk vizitoi varrin. Sepse çdo kush që do të shkonte atje, do të rrezikonte të identifikohej si simpatizant i Prishtinës. Dhe të identifikohesh si i tillë në vitet e 30 e të 40 në regjimin e Zogut, do të thoshte të vuaje pasojat. Vetëm në vitet e 50, kur Ahmet Zogu ishte vetë në ekzil dhe kur qeveria komuniste shqiptare filloi ta kujtonte Prishtinën si hero të hershëm të lëvizjes kombëtare, familja u lejua ta sillte trupin në Shqipëri. Por deri atëherë, varri i tij qëndroi i harruar, i paprekur, i pashënuar. Si një metaforë e jetës që ai kishte jetuar, i izoluar, i heshtuar, por asnjëherë i thyer. Dhe tani vjen pyetja që e lidh gjithçka. Kush fitoi nga vdekja e Hasan Prishtinës? Ahmet Zogu hiqte qafe armikun e tij më të rrezikshëm politik. Njeriun që kishte organizuar atentate kundër tij. Njeriun që kishte ndikim mes shqiptarëve të diasporës. Njeriun që mund të ngrinte një kryengritje të re nëse do të gjente financim. Pas vrasjes së Prishtinës, Zogu sundoi pa opozitë të vërtet për edhe 5 vjet, derisa Italia e pushtoi Shqipërinë. Qeveria jugoslave fitoi heshtjen e zërit më të fortë që fliste për krimet në Kosovë. Pas vrasjes së Prishtinës, asnjë shqiptar tjetër nuk arriti të ndërkombëtarizojë çështjen e Kosovës në atë mënyrë. Komiteti i Kosovës u shpërbë. Lëvizja kaçake u dobësua. Dhe Serbia vazhdoi të sundonte mbi Kosovën pa ndërhyrje të huaj deri në vitin 1941. Italia fashiste fitoi stabilitet në Ballkan. Pas pakteve me Zogun, Italia kishte nevojë që rajoni të mbetej i qetë për të përqendruar forcat në Afrikë dhe në Mesdheu. Hasan Prishtina, me lidhjet e tij në Evropë dhe me thirrjet e vazhdueshme për drejtësi, ishte një pengesë për këtë plan. Vdekja e tij nënkuptonte që asnjë zë i pavarur nuk do të mund të ndërlikonte strategjinë italiane. Të tre qeveritë fituan. Dhe një njeri u shua. Kjo nuk është teori. Kjo është logjik e thjeshtë e interesit. Kjo është përgjigja në pyetjen cui bono. Kush përfitoi? Përgjigjja është të gjithë përveç të vërtetës. Por ndoshta gabimi më i madh që bëjmë sot është të mendojmë se kjo është thjesht një histori e vjetër. Se kjo është diçka që ndodhi në vitet e 30 dhe që nuk ka rëndësi më. Gabim. Sepse mekanizmi që vrau Hasan Prishtinën është i njëjti mekanizëm që vazhdon të funksionojë sot. Koordinimi i fshehtë mes shteteve për të heshtur zërat e pakëndshëm. Izolimi financiar i atyre që nuk pranojnë të bashkëpunojnë. Fshirja e dokumenteve që mund të provojnë krime shtetërore. Përdorimi i agjentëve të dy fish që fitojnë besimin e viktimës dhe pastaj e vrasin nga pas. Heshtja e medias ndërkombëtare kur të vërtetat bëhen të pakëndshme për aleatët strategjik.
Të gjitha këto nuk janë reliks të së kaluarës. Janë mjetet të së tashmes. Dhe nëse nuk i kujtojmë ato, nëse nuk i studiojmë ato, nëse nuk i emërtojmë për atë që janë krime shtetërore të mbulura nga heshtja kolektive, atëherë ne po lejojmë që të njëjtat mekanizma të përsëriten. Edhe sot. Edhe nesër. Edhe për brezat që vinë. Prandaj, kur njerëzit pyesin, pse duhet të flasim ende për Hasan Prishtinën, përgjigjja është kjo. Sepse historia e tij nuk është vetëm historia e një njeriu që vdiq në vitin 1933. Është historia e çdo zëri që heshtet kur bëhet i pakëndshëm për pushtetin. Është historia e çdo njeriu që refuzon të shes territorin, nderin dhe të vërtetën për siguri personale. Dhe është historia e çdo sistemi që bashkon forcat për të asgjësuar atë që nuk mund ta kontrollojë. Nëse nuk e kujtojmë Hasan Prishtinën, ne po harrojmë se si funksionon pushteti kur e humb frikën nga përgjegjësia. Dhe një botë që harron këtë, është një botë ku krimet e ardhshme përgatiten në heshtje. Në mëngjesin e 14 gushtit të vitit 1933, kur trupi i Hasan Prishtinës ende shtihej në morgje, 3 telegrafe u dërguan nga Selaniku drejt 3 kryeqyteteve të ndryshme. Telegrafisti i postës qendrore greke, një burr me emrin Dimitris Koris, i cili ruajti kopje ilegale të disa prej tyre në dosjen e tij private, dëshmoi 50 vjet më vonë për një detaj që askush nuk e kishte vënë re: 3 telegrafe, të dërguar brenda 20 minutash nga njëri tjetri, që përmbanin po të njëjtin tekst. Operacioni përfundoi me sukses. Asnjë emër i shprehur. Asnjë detaj i dhënë. Por destinacionet ishin të qarta: Beograd, Tiranë, Rom. Koris tha, unë nuk e dija se çfarë do të thoshte operacioni, por kur lexova gazetën të nesërmen dhe pash lajmin e vrasjes, e kuptova menjëherë. Nuk ishte rastësi që 3 telegrafistë të ndryshëm, të gjithë me pasaporta diplomatike, erdhën të njëjtën mëngjes për të dërguar mesazhe identike. Ata po raportonin pranë eprorëve të tyre. Dhe eprori i tyre nuk ishte një njeri. Ishte një sistem. Por çfarë ishte ky sistem? Si arriti të funksiononte me aq precizion? Dhe çfarë do të thoshte fakti që pas asaj mëngjesi, asnjë nga 3 qeverit nuk dërgoi asnjë reagim zyrtar për vrasjen? Heshtja e tyre ishte prova më e fortë se të 3 ishin jo vetëm bashkëpunëtor, por edhe bashkëautor të krimit. Sepse kur një krim ndodh dhe të gjithë të interesuarit heshtin njëkohësisht, kjo nuk është frikë. Kjo është marrëveshje. Në dhomën ku Hasan Prishtina kishte jetuar, policia greke gjeti një çantë të vogël lëkure që përmbante të gjitha letrat që ai nuk kishte arritur t'i dërgonte. 23 letra, të gjitha të shkruara në javët e fundit të jetës së tij, të gjitha të adresuara te institucione ndërkombëtare, gazetar, avokat të drejtave të njeriut. Asnjë nuk kishte arritur. Asnjë nuk ishte dërguar. Jo sepse Prishtina kishte harruar t'i dërgonte, por sepse ai e dinte se ato do të ndërpriteshin. Ai e dinte se çdo letër që do të dërgonte, do të arrinte më parë te ata që po e vëzhgonin, sesa te ata që ai synonte t'i arrinte. Prandaj ai mbajti ato me vete, duke shpresuar se një ditë do të gjente një kanal të sigurt. Por ajo ditë nuk erdhi kurrë. Kur policia i dorëzoi letrat te Iqballeja, bashkëshortja e tij, ajo i lexoi të gjitha dhe qau për orë të tëra. Në një nga letrat e fundit, Prishtina kishte shkruar: nëse këto fjalë lexohen një ditë, le të dihet se unë nuk u dorëzova. Unë vetëm humba betejën kundër heshtjes. Ky testament i fundit është ruajtur në arkivat private të familjes dhe nuk është publikuar kurrë plotësisht. Sepse edhe sot disa të vërteta janë aq të dhimbshme sa familjet zgjedhin të mos i ndajnë. Jo nga turpi, por nga frika se dhimbja që ato përmbajnë është aq e thellë sa mund të dëmtoj kujtesën e atij që vuajti. Por le të flasim për Ibrahim Çelon. Kur ai doli nga burgu në vitin 1938, vetëm 5 vjet pas ekzekutimit që ai kryen, nuk kishte asnjë gazetar që e priti. Asnjë pyetje nuk ju bë. Asnjë hetim nuk u hap për të kuptuar si një vrasës i dënuar me 20 vjet mund të lirohej aq shpejt. Ai thjesht u zhduk. Disa thonë se ai u kthye në Shqipëri dhe jetoi aty deri në vitet e 60-ta. Të tjerë thonë se ai shkoi në Jugosllavi dhe punoi si informator për shërbimin sekret jugoslav deri në pleqëri. Ka edhe ata që thonë se ai ndërroi identitet dhe emigroi në Amerikë. Por çdo version ka një gjë të përbashkët: Ibrahim Çelo nuk dha asnjëherë një intervistë. Ai nuk foli asnjëherë publikisht për atë që kishte bërë. Dhe ai nuk u ndëshkua asnjëherë me të vërtet për krimin që kishte kryer.
Kjo nuk është vetëm padrejtësi. Kjo është dëshmi se Çelo nuk ishte thjesht një kriminal. Ai ishte një aset. Një person që kishte kryer një shërbim të vlefshëm për forcat që e kishin përdorur. Dhe njerëzit e tillë nuk dënohen. Ata shpërblehen me heshtje, me lirinë e hershme, me mundësinë për të jetuar jetën që nuk ju dha viktimës së tyre. Në vitet e 40-ta, kur Europa po digjeshin nën luftën e dytë botërore, Iqbaleja, bashkëshortja e Hasan Prishtinës, jetonte në varfëri absolute në Vjenë. Ajo kishte humbur të gjitha pasuritë që familja kishte pasur dikur. Shtëpia ku jetonte ishte një apartament i vogël me një dhomë, pa ngroje të mirë, në një lagje të varfër. Fëmijët e saj punonin punë të vështira për të mbijetuar. Ajo vete shiste qëndisje të vogla në tregje të hapura për të paguar qiran. Dhe çdo natë, përpara se të flinte, ajo lexonte një nga letrat e fundit që Hasan Prishtina ia kishte dërguar. Letra thoshte: "Nëse unë nuk mund të fitoj këtë luftë, të paktën le të dihet se unë e luftova. Dhe nëse ti dhe fëmijët vuani për këtë, më fal. Por nuk mund të jetoja duke ditur se heshtja ime do të kishte kushtuar më shumë se çdo vuajtje." Iqbaleja ruajti këtë letër deri në vdekje. Ajo nuk e publikoi kurrë. Ajo nuk foli kurrë publikisht për vuajtjet e saj. Sepse ajo dinte se nëse fliste, do të rrezikonte edhe më shumë familjen. Por kjo heshtje e saj nuk ishte dobësi. Ishte mbijetesë. Ishte vetdia se bota nuk ishte e gatshme të dëgjonte një grua që qante për një burr që sistemi kishte vendosur ta harronte. Në vitin 1951, një historian italian me emrin Carlo Rossi filloi të hetonte lidhjet mes shërbimit sekret italian dhe ngjarjeve në Ballkan gjatë viteve të 30. Ai zbuloi dokumente në arkivat e Ovras që tregonin se shërbimi italian kishte monitoruar Hasan Prishtinën që në vitin 1928. Por ajo që e habitën më shumë ishte një raport i brendshëm që thoshte: "Subjekti nuk është më i dobishëm për interesat tona. Bashkëpunimi me partnerët tanë në Beograd dhe Tiranë është më i rëndësishëm se mbajtja e një aseti që është bërë i padobishëm." Ky dokument, i datuar në muajin mars të vitit 1933, 5 muaj para vrasjes, është prova më e qartë se Italia kishte marrë vendimin për ta braktisur Prishtinën. Dhe në gjuhën e shërbimeve sekrete, braktisja e një aseti nuk do të thotë thjesht të heqësh dorë nga mbrojtja. Do të thotë të lejosh që diçka të ndodhë. Carlo Rossi u përpoq ta botonte këtë zbulim në një libër. Por botuesi i tij u tërhoq nga kontrata në minutën e fundit me arsyetimin se materiali është shumë i ndjeshëm për interesat e shtetit italian. Rossi vdiq në vitin 1967 pa e publikuar kurrë këtë kërkim. Shënimet e tij u dhuruan në arkivat e Universitetit të Firences, ku ende presin për një studiues që do të ketë guximin për t'i përdorur. Por çfarë ndodhi me Kosovën pas vdekjes së Hasan Prishtinës? A ndryshoi diçka? Përgjigja është shkatëruese. Pas vrasjes së tij, zëri ndërkombëtar për Kosovën u shua pothuajse plotësisht. Komiteti i Kosovës, që Prishtina e kishte drejtuar për vite, u shpërb brenda 6 muajsh. Lëvizja kaçake, që kishte rezistuar me armë kundër forcave serbe, humbi mbështetjen financiare dhe organizative. Azem Galica, një nga liderët më të mëdhenj të kryengritjes, u vra në vitin 1935 në një pritje të organizuar nga forcat jugoslave. Shumë historian besojnë se vdekja e Prishtinës ishte fillimi i fundimit të rezistencës së organizuar shqiptare në Kosovë për dekada. Sepse pa zërin e tij në arenën ndërkombëtare, pa lidhjet e tij me intelektualët perëndimor, pa aftësinë e tij për të shkruar memorandume që i bënin edhe diplomatët më të ftohtë të ndjenin turp, çështja e Kosovës u kthye në çështje të brendshme jugoslave. Dhe një çështje e brendshme nuk heton nga askush. Ajo thjesht harrohet. Në vitet e 60-ta, kur qeveria komuniste shqiptare filloi ta kujtonte Hasan Prishtinën si hero kombëtar, ajo bëri diçka të çuditshme. Ajo e solli trupin e tij nga Selaniki dhe e rivarrosi në Tiranë me nderime të mëdha. Ceremonia ishte madhështore. Fjalime të gjata. Flamuj. Himne. Por askush nuk përmendi se si kishte vdekur ai. Askush nuk përmendi se kush e kishte izoluar. Askush nuk përmendi se si 3 qeverit kishin bashkëpunuar për ta heshtur. Sepse qeveria komuniste kishte marrëdhënie diplomatike me Jugosllavinë në atë kohë dhe nxjerrja e kësaj historie do të kishte krijuar tension. Kështu që Hasan Prishtina u bë hero, por heroizmi i tij u pastrua nga e vërteta.
Ai u kthye në një figurë abstrakte, në një simbol, në një emër që fëmijët e mësonin në shkollë pa e kuptuar se çfarë kishte vuajtur. Dhe kur historia pastrohet nga dhimbja, ajo humbet kuptimin. Sepse heroizmi i vërtet nuk është thjesht të luftosh. Është të luftosh edhe kur e di se do të humbash. Dhe Hasan Prishtina e dinte. Ai e dinte çdo ditë të viteve të fundit. Dhe megjithatë vazhdoi. Por ka një pyetje që askush nuk e ka bërë kur hapur. Çfarë do të kishte ndodhur sikur Hasan Prishtina të kishte heshtur? Sikur ai të kishte pranuar ofertën e qeverisë italiane në vitin 1929 për të jetuar në siguri në këmbim të heshtjes? Sikur ai të kishte thënë, kam bërë mjaftueshëm. Tani është radha e dikujt tjetër? A do të kishte jetuar më gjatë? Po, sigurisht. A do të kishte pasur një jetë më të lehtë? Po, pa dyshim. Por a do të ishte kujtuar sot? A do të flisnim për të sot? A do të ishte emri i tij diçka më shumë se një shënim i vogël në histori? Jo. Sepse 21.000 njerëz zgjodhen heshtjen në vitet e 30. Dhjetëra politikanë zgjodhen të bashkëpunonin me regjime të forta për të pasur siguri personale. Qindra intelektual zgjodhen të mos shkruanin për çështjet e pakëndshme. Dhe sot, ne nuk i dim as emrat e tyre. Por ne e dim emrin e Hasan Prishtinës. Jo sepse ai fitoi, por sepse ai refuzoi të humbiste në heshtje. Pas vdekjes së Hasan Prishtinës, familja e tij jetoi në varfëri dhe frikë për dekada. Iqbaleja, bashkëshortja, vdiq në vitin 1963 në Vjenë, pa parë kur drejtësinë e kryer për burrin e saj. Fëmijët e saj jetuan jetë të thjeshta, duke ju shmangur politikës, duke ju shmangur çdo gjëje që mund t'i kujtonte atyre atë që i kishte ndodhur babait. Vetëm në vitet e 80-ta, kur disa prej tyre arritën të flisnin me historian, ata guxuan të ndanin letrat dhe fotografitë e fundit që kishin ruajtur. Por edhe atëherë, ata nuk folën për urrejtjen. Ata folën për Krenari. Krenari për një njeri që kishte zgjedhur të vdiste në këmbë, sesa të jetonte në gjunjë. Ibrahim Çelo, ekzekutori, nuk dha asnjëherë llogari. Ai jetoi dhe vdiq pa u përgjigjur për krimin e tij. Nuk dihet nëse ai e ka ndier ndonjëherë pendim, nëse ndonjë natë është zgjuar duke parë fytyrën e njeriut që kishte vrarë. Historia zyrtare nuk e ka hetuar kurrë plotësisht rolin e tij. Sepse hetimi i tij do të kishte nxjerrë në dritë lidhjet me shërbimet sekrete, do të kishte hapur dosje që qeveritë preferojnë të mbeten të mbyllura. Dhe kështu, ai mbeti një figurë në hije, një ekzekutor pa emër, një mjet që u përdor dhe u harrua. Qeveritë që organizuan izolimin e Hasan Prishtinës vazhduan të funksionojnë si më parë. Ahmet Zogu qëndroi në pushtet deri në vitin 1939, kur Italia e pushtoi Shqipërinë. Ai vdiq në ekzil në Francë, pa u kthyer kurrë. Jugoslavia vazhdoi të sundonte mbi Kosovën me dhunë, duke shtypur çdo përpjekje për autonomi deri në vitet e 90-ta. Italia fashiste ra në vitin 1945, por asnjë nga zyrtarët që kishin qenë pjesë e Ovras nuk u ndëshkuan për rolin e tyre në vdekjen e Prishtinës. Sepse krimet që bëhen në koordinim mes shteteve rrallë ndëshkohen. Ato thjesht harrohen. Por Kosova nuk e harroi. Edhe sot, emri i Hasan Prishtinës përmendet me respekt dhe dhimbje në ato troje. Edhe sot, ka njerëz që vizitojnë varrin e tij dhe i lënë lule. Edhe sot, ka familje që i tregojnë fëmijëve të tyre historinë e një njeriu që nuk pranoi kurrë të shes asnjë pëllëm tokë, asnjë pikë diniteti. Sepse kujtesa e një populli është më e fortë se heshtja e sistemeve. Dhe kur sistemi përpiqet të fshijë një emër, populli e shkruan atë emër në zemrat e tij. Por kjo histori nuk mbyllet me një përfundim të qartë. Ajo mbyllet me një pyetje të hapur. Pyetja që Hasan Prishtina e la pas, edhe pse nuk e formuloi kurrë me fjalë. A ja vlen të luftosh kur e di se do të humbësh? A ja vlen të flasësh kur e di se askush nuk do të dëgjojë? A ja vlen të rezistosh kur e di se sistemi është më i fortë se ti? Përgjigjja e Hasan Prishtinës ishte po. Por ajo ishte përgjigjja e tij. Çdo brez duhet ta gjejë përgjigjen e vet, çdo kohë duhet ta pyes veten nëse heshtja është më e lehtë se zëri. Nëse dorëzimi është më i sigurt se rezistenca. Nëse harresa është më rehat se kujtesa. Dhe ndoshta kjo është pyetja më e vërtetë që kjo histori ngre, jo se kush e vrau Hasan Prishtinën, por se kush vazhdon ta vras atë çdo ditë duke zgjedhur heshtjen.
Kush vazhdon ta varros atë duke zgjedhur të mos pyes. Kush vazhdon ta fshi atë duke zgjedhur të mos kujtoj. Sepse vdekja e një njeriu ndodh një herë. Por vdekja e kujtesës së tij ndodh çdo ditë që ne zgjedhim të mos flasim për të. Dhe nëse ne nuk flasim, atëherë ata që e vranë kanë fituar jo vetëm betejën, por edhe luftën. Betejën për trupin. Luftën për historinë. Luftën për të ardhmen e një populli që harron se si funksionon pushteti kur nuk pyetet. Prandaj, kur dikush pyet, pse duhet të flasim ende për Hasan Prishtinën, përgjigjja është kjo. Sepse çdo heshtje që zgjedhim sot është një fitore për ata që e vranë atë. Dhe çdo fjalë që themi sot është një humbje për sistemin që mendoi se mund ta fshinte. Historia nuk shkruhet nga fituesit. Historia shkruhet nga ata që nuk heshtën. Edhe kur të gjithë të tjerët zgjodhen heshtjen. Edhe kur bota u kthye nga ana tjetër. Edhe kur çmimi i fjalës ishte jeta. Hasan Prishtina pagoi atë çmim. Por zëri i tij vazhdon. Jo sepse ai kishte pushtet, por sepse ai kishte diçka që pushteti nuk mund të blej, besimin e palkundur se e vërteta, edhe kur humbet, mbetet e vërtet. Dhe kjo e vërtet, edhe kur varroset, një ditë del në sipërfaqe. Ndoshta jo sot. Ndoshta jo nesër. Por një ditë. Sepse toka që mbulon gjak nuk pushon kurrë së kërcëlluari.